Gjykata e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ka vendosur të dërgojë për gjykim kryebashkiakun e Tropojës Erexh Byberi dhe nënkryetarin e bashkisë Abidin Kërnaja. Vendimi u mor gjatë seancës paraprakët të zhvilluar me dyert të mbyllura ku trupa gjykuese pranoi kërkesën e prokurorisë së posaçme për kalimin e çështjes në gjyq themeli. Sipas PAK, dy zyrtarët vendor dyshohen për palishmëri në lidhje me procedurat e ndjekura për hapjen dhe ndërtimin e disa akseve rrugore të miratuara nga Këshilli Bashkiak. Hetimet kanë evidentuar se punimet janë kryer në kundërshtim me detyrimet ligjore dhe administrative të parashikuara për projekte të tilla infrastrukturore. Konkretisht bëhet fjalë për ndërhyrje në rrugën stacioni Anies Palç, Guri Lulës dhe Qaf Murrizi, Qaf Agri, ku sipas akuzës nuk janë ndjekur procedurat e nevojshme për aplikim dhe miratimin në sistemin elektronik të Bashkisë Tropoj. Sipas PAK, ky hap ishte i detyrueshëm përpara nisjes së punimeve, por nuk është respektuar nga drejtuesit e institucioneve. Po ashtu, prokuroria thekson se bashkia duhet të bashkërendojë veprimet me institucionet kompetente, përfshirë Agjencinë Kombëtare të Mjedisit për hartimin e raportit të vlerësimit të ndikimit në mjedis, si dhe Ministrinë përkatëse për të analizuar efektet dhe pasojat e ndërtimit në rrugë të reja. Bazuar në këtë gjetje hetimore, PAK ka ngritur akuza përkatëse dhe ka kërkuar dërgimin e dosjes për gjykim, kërkesë që u pranua nga gjykata e posaçme. Tashmë pritet që procesi gjyqësor të nisë në themel, ku do të shqyrtohen provat dhe përgjegjësitë penale të dy zyrtarëve vendor.